e shkronjave magjike. Mësuesja Maria qëndronte para nxënësve të saj, Amelia, Serkides dhe Enea. Sot është dita e alfabetit, Tha ajo me një zë të lartë dhe të gëzuar. Në mes të tavolinës së tyre ndodhe një libër i madh, i kuq, por kur e hapën ishte krejt bosh. ky është libri i alfabetit, Shpjegoi mësuesja Maria. por shkronjat tona janë fshehur. Na duhen 36 shkronja që ta mbushim atë. Amelia mori frymë thellë. Ne do të gjejmë ato. Enea kërceu nga karrigja. Dua të gjej shkronjën A. Mësuesja Maria buzëqeshi dhe u dha një hartë të shkollës. Kërkimi filloi me shkronjat e para. Elkida shikoi poshtë një vazoje me lule në klasë. Ja ku është njëra? Ajo nxori një shkronjë D të verdhë me shkëlqim. Enea u dritua nga dritarja. Shihni, një e gjelbër fluturuese. Shkronja ishte ngjitur në xham, ai u ngjit me kujdes në karrige për ta marrë atë. Amelia dhe Elkida vrapuan në korridor. Ato gjitën shkronjat G, H, I, J, K, të fshehura pas globusit të madh. I morën të gjitha me kujdes. Ata vazhduan kërkimin. Në biblioteke Enea gjeti shkronjat L, L, M, N, Ñ, të fshehura mes librave të tregimeve me kafshë. Çdo shkronjë shkëlqente me një ngjyrë të ndryshme. Kishte ende shumë për të gjetur, T, Th, U, V, X, G. Këto ishin më dinake, të fshehura pas lojrat e oborit. Amelia ul pranë rrëshqitëses. E gjeta në kaltër! Në fund, ata u kthyen në klasë me 36 shkronjën, nga A-ja deri te Z-ja. Ata i vendosën me kujdes një nga një në librin e alfabetit, duke i mbushur me ngjyra dhe magji. Urime, shkronjë gjetësit e mi. Sa mësuesja Maria, ajo i përqafoi të tre. Libri i alfabetit shkëlqente. Dita e alfabetit mund të fillonte falë punës së tyre të mrekullueshme.